zgjedhje. Dhe vërtet, a shini që ka vullnet për të zgjidhur çështja e presidentit, apo ka tendenca që vendit të shkojë në zgjedhje të reja? Fjala është për vetëvendosje. Unë shpresoj që ka vullnet të zgjidhet, por dyshoj. Ndoshta kjo kishte më qenë përgjigja ma e thjeshtë, ma e shkurt që muj me dhon. Vërtet shpresoj që ka me pas vullnet, edhe prej neve ka vullnet, edhe është duke oponu në këtë aspekt, por i kam dyshimet e mia, tu e ditë qëllimet, thonë ashtu totalitare, i kam dyshimet e mia. Shpresoj që më gabim, edhe shpresoj që më demanton kryeministri me këtë dyshimet e mia, por i ka ndru fjalët aq shpesh historikisht ai, sot që tash përbeso shtira dhe me i besu. Do t'i konvenonin atij zgjedhje të reja vetëvendosjes, apo juve si opozit, duke parë parasysh edhe rezultatin e 28 dhjetorit? Aspektin qeverisës normal që na konvenon neve, sepse ai ka fitu 51%. Tash gjë që mund me ndodhë është që ai me hupat 51%. Po edhe nëse e hupat 51%, po themin tash, po mendojmë pozitivisht për neve, e humbaj 51%, por për një kohë kaq shkurtër sa mundet me hup, prap kemi qenë me një tavolinë, duke diskutu edhe duke i bloku institucionet dhe shtetëformimin. Ose nëse do të mendojmë negativisht, ai për 51% që po themi tash që mundet me urrit, po prap nuk mundet me i bot edhe deputet. Edhe prap kemi me qenë me një tavolinë, duke diskutu, duke mri në këtë pozitë. Që kjo është mënyra kur menon realisht. Lëvizja që mundet me ndodhë për 1 muj, 2 muj, nuk është, unë prap besoj që ai zgjedhjet e 28 dhjetorit kanë qenë zgjedhje jo demokratike, të manipulume, të inxhinierim, ka qenë inxhiniering i tmerrshëm që ka ndodhur, por megjithatë tash është kohë shumë e shkurtë edhe është proces i cili nuk ka me prodhu diçka shumë të re në numra, edhe prap ka me na ul me një tavolinë ku duhet me diskutu. Kjo është që zoti Kurti po shpresoj e din, unë besoj që e din se ai për me bo kështu kalkulime është i mirë, ai me punu nuk punon se me bo kalkulime për vota bën. Është fantastik për kalkulime, shumë i dopt për punë, kështu që i ka menduar këto kalkulime, edhe kjo është besoj arsyeja pse ai nuk është i interesuar me shkon zgjedhje. Shini ha pozitiv pra këto diskutime për çështjen e presidentit dhe në rast se nuk ka rezultate nga këto takime, a mund të ketë edhe përfshirje ndërkombëtare, në veçanti nga Amerika, nga SBA? Unë nuk po shoh që ka ndërhyrje ndërkombëtare. Përfshirje në diskutime, jo ndërhyrje, përfshirje në këto diskutime. Jo, nuk po shoh diçka të tillë. Kur liderët e partive politike ulën e bisedojnë, gjithmonë është pozitive për mua ajo. Gjithmonë kur ka biseda, diskutime, probabiliteti me gjetë një zgjidhje është më i madh se me pas konflikt ose keq kuptim. Kështu që jam optimist, normalisht me pak dyshime. Flasim pak për kandidaturën